Fillojmë mbledhjen, me rindin e ditës besoj si jeni njoft. A jeni dakord me rindin e... Po, Diogen. Po, faleminderit zënë kryetare. Unë do doja që me lejen tuaj dhe me miratimin e kolegëve, pasi të ezaurohet i gjithë rendi ditës, të bëja një propozim për një politikë ekonomike dhe sociale që besoj shumë nevojshme për bashkinë tonë. Ndjej nevojshme ta prezantojmë sot që nëse marrim pëlqimin e kolegëve këshilltar, por edhe një opinion nga bashkia, atëherë ta sjellim radhën tjetër me shkrim, duke qenë se jemi muaj para paketës fiskale dhe të buxhetit. Tani ti thjesht do me diskutu shumë vjet përgjithshme. Vetëm për diskutim në vjet përgjithshme. Të marrim opinionin e këshilltarëve, por edhe të bashkisë. Kush është dakord ta fusim në rendite? Kush është dakord? Faleminderit. Do ta marrim. Nuk është ka drejt Alberti me kanë drejtë. Nuk është për miratim sot. Nuk është për miratim sot, Robert, prandaj s'ka nevojë për letër sot. Okej. Do ta sjellim edhe në letër, pa merak. Në rregull. Atëherë fillojmë. Fillojmë me ndihmën ekonomike 6% muaj shtator 2025. Drejtor. Vazhdojmë. Ndoshta i gjotë përgjithshme, a keni nevojë për diçka, për ndihmën, apo ta kalojmë direkt në votim? Po, Aida, po. Unë mendoj që ndihmen ekonomike ta kalojmë direkt, mos të... Po, me që edhe është vënuar edhe nuk është normale. Është vënuar dhe kanë nevojë. Po, edhim votim. Faleminderit. Kundër. Miratohet. Pika e dytë. Projekt vendim për miratimin e përforcimit dhe ndërhyrjeve të nevojshme të pallatit nr. 84, lagje Trajlasht, prekur nga tërmeti datës 26 nëntor 2019, bazuar në projektin e përforcimit të oponencë teknike dhe shkresën e ardhur nga Instituti i Ndërtimit. Të urbanistikën të bëjë letimin e projekt vendimit. Përshëndetje gjithëve. Atëherë, për një ndryshim në vendimin nr. 68, datë 22/4/2020, për miratimin e prishjes së detyruar të ndërtesave pronë publike dhe pronë private të dëmtuar nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019, bazuar në akt ekspertizën e thelluar të kryer nga Instituti i Ndërtimit Tiranë. Pastaj kemi edhe projekt vendimin për miratimin e përforcimit dhe ndërhyrjen të nevojshme të pallatit 84 lagje Trajlasht të prekur nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019, bazuar në projektin e përforcimit, oponencës teknike dhe shkresës së ardhur nga Instituti i Ndërtimit. Atëherë, siç i ndjeni se për pallatin 84 u mor një vendim i formës parë nga gjykata e apelit, e cila detyron që të bëhet një projekt i detajuar për përforcimin e tij. Dhe nëse vlera sipas aktit normativ nr. 9, dhe nëse vlera e projektit e te kalon 70%, i bie që ky do të shemet. Nëse është më pak se 70%, i bie që të përforcohet, nuk paraqet në rrezikshmëri. Vlera e këtij projekti hartuar nga Instituti në Tiranë e detyruar nga vendimi i gjykatës së apelit në formë parë, bazë të llogaritive që janë bërë nga ne, po edhe kemi bërë një shkresë institutit për ta interpretuar, rezulton të jetë më vogël se 70% dhe në bazë të aktit normativ i bie që të jetë për rekonstruksion. Po, patjetër. Ke shumë të drejtë. Kush e mori vendimin për me prish? A morti ju? Po, ke shumë të drejtë. Ka 6 vjet ato sigur janë hapura dhe me qenë këtë në rregull janë dëmtuar. Atëherë, e pyetja parë, vendimi është pyetja parë është marrë vërtet a marrë vendimi për të prish? Ndizë mikrofonin, të lutem. Është marrë vendimi për të prishur. Ka një procedurë e cila ka qenë standard në kushtet e emergjencës, e cila u bëhet një akt konstatim dhe ky konstatim dorëzohet në
ka qenë shtabi i përgjithshëm me të në Institut Projektimit dhe Instituti Projektimit sjell inxhinierat në objekt për ta verifikuar që puna e bërë, domethënë pa ndaj laborator, pa ndaj kështu, por analizë e thelluar, domethënë jo llogaritje se sa shkon vlera, po analizë e thelluar për të vlerësuar që të shembet. Domethënë jo në detaje tinta komplet, kështu ka qenë procedura. Edhe është marrë vendimi për të shembë. Pasi kaloi në gjykatë ky rast, gjykata tha duhet të vlerësoj më tepër këtë objekt edhe të bëjë një studio projektimi ndër më të mirat nga kriteret e vendosura të tendrit, që ta vlerësoj këtë objekt a rrën kam, a ka nevojë te kalo 70% apo se te kalo 70% në Shqip. Po. Jo, e vendos studio projektimi kuptimin sa jo ai del ka komplet Ka 6 vjetë si e të hapë të dyre dritarë. Mundem? Veti inxhinierë këto. po ke shumë të drejtë. Po, Albert Ndoçi. Parasysh ajo studio do të Shumë bonus qeraje. Tash në radh parë do ta di se kush e ka bë angimimin, e kanë bë banorët apo mos kanë bë personat. Janë domethënë se aty me dinin tim janë vetë 60 familje që jetojnë në atë pallat. Dhe të ankohesh aty paktën do të jenë 70 ose 80% e familjeve që të ankohen që gjykata marri vendim, se nuk mund të dalë gjykata sa do të në aty pa vendimet e gjykatës se si merren. Auta, në aty pa, me dash ma dënojë janë vënë në dënos, dashon ato nuk e dënoj. Pa, këtë është. Tash shumë e rëndësishme. Tash kjo unë do ta di, e kanë bërë kërkesën banorët, domethënë totalisht banor, jo një banor, se dy banor. A kanë bërë komplet pallati apo ka bërë një individ ose dy individ? Shumë e rëndësishme, po që të bëhet pa dija, gjykata e vlerëson për ta pranuar apo jo, kështu që e kanë vlerësuar, sigurisht është pjesë janë banorët që kanë pjesë e Lutem. Nuk e kemi bashkëbisedim, Albert. Lutem. Banorëve, lutem. Banorët, lutem, zotri, nuk ke drejt me fol pa të dhënë lejon. Jo, këtu jemi antar këshilli. Në qoftë se banorët duan të flasin, do të nxjerrin një përfaqësues. Kjo është mbledhje e këshilli. Lutem, një përfaqësues kanë drejt të fjalës një herë nëse kanë diçka. Tu janë diskutimet e antarëve të këshillit. Tani e ka radhën Laurini. Pas Laurinit Sefedin Lika. Laurin Sana e ka fjalën. Faleminderit zonja kryetare, të nderuar koleg këshilltar. Pyetja ime është si rrjelloj e vendimit të parë për prishje dhe nxjerrjes jashtë të gjithë banorëve, domethënë bëhet fjalë për 5 vjetë e gjysë gati 6 vjetë nga 2019. Këto banorë ku kanë jetu? Dhe a është dhënë qeraja deri tani? Nën kryetar. Atëherë, për periudhën e 1 deri në 2 vjet është dhënë bonus qeraje. Kemi bërë kërkesa qeverisë dhe në një moment caktuar është ndalu deri në 2021, pastaj është ndalu bonus qeras për gjithë banorët. Për të nxjerrë për jashtë janë nxjerrë sepse ekspertiza e kanë nxjerrë pa banueshëm atë pallat. Si DS5, si DS4 me ligjin e ndërtimit do duhet dalën për jashtë, nuk duhet banen atë pallat. Kështu që e kemi ndërsuar që ata mos të jetojnë derisa të merret një vendim përfundimtar që është sot, që po merret sot. A ka pas një përgjegjësi bashkia për kaq vite që ata nuk kanë jetuar aty? Dhe është përgjegjësi bashkia për një shpopullim? Për një shpopullim që djenit time gjysmë ose më shumë kanë ikë nga lagji komplet. Për arsye sepse nuk nuk është i duhur i këtë termi shpopullim nuk mund përdoret, se s'është shpopullim. Tërmetin nuk e solli bashkia, tërmetin e dim që erdhi nga shkaqe natyrore. Lauren, mos dalim nga temat, lutem, tani po flasim për një pallat konkret. Prishja e shumë pallateve vendaq, që jeni dëshmitar që po rindërtohen, përveç këtij pallati që pak probleme gjykate. Të gjithë pallatet tjera janë duke u rindërtuar, të gjitha banesat tjera janë duke u rindërtuar dhe janë mbaruar. Pra nuk është
i saktë i term që përdore. Unë gjithashtu lidhur edhe me këtë temë, domethënë duke mos më dal jashtë kësaj teme. Unë gjatë këtij muaji kam bërë edhe një kërkesë për informacion, siç më keni kërkuar gjithmonë që më keni thënë bë kërkesë për informacion për gjithë shpenzimet e tërmetit 2019 dhe nuk kam asnjë kthim përgjigje. Që më shumë jam dhe këshilltar Shpenzimet po, si janë menaxhu, domethënë. U bën 6 vite. Lidhur me këtë temë. Do gjatë adaptimit nga shefja e financës. Kanë kaluar gjitha afatet të këtij përgjigjes. Do të japin informacion të përmbledhur të detajum për kur pra se unë më keni thënë bë kërkesa për formacion, bëna kërkesë formacion, edhe s'kam asnjë kthim përgjigje. Po mora konfirmimin nga shefja e financës, do ta japi përgjigjen për gjitha detajet. Dakor? Faleminderit. Sefedin Lika. Po, faleminderit kryetare. Atëherë sa i përket pallatit që është për riparim. Iherë bëhet shefi se është hera parë ka 3 vite gati që shohim banor prezent, edhe kena drejt të pyesim ne si antar Këshilli çfarë halli keni. Edhe për këtë kam kërku edhe mbështetja publike që të bëhen gjëra transparente, se edhe ne ta dimë çfarë halli kanë ato. Unë shkova i pyeta pa hyrë këtu në fakt, po gjithsesi po e Ceku dhe Berti është interesi i 2-3 personave me u prish punë gjithë aty në familjeve, sepse gjykatat na e dim, ka herë gjykojnë edhe me interesa, pavarësisht se ne nuk jena gjykatës, ne jena avokat popullit, jena në mbrojtje banorëve. Kështu që unë jam me banorët, nuk e di kolegët e mi se si e kanë menimin, po unë jam pro banorëve. Sepse nuk kam marrë pjesë as me shku me kontrolluat pallat si është në komision. Nuk e di, ndoshta kanë drejt banorët, kështu që me që janë më shumë unë kam qef pses banorët. Ndoshta jam gabim, po. Do ta hap fjalën në fund masit marrin. Ja përgjigje këshilltarët. Det Ndreca. I nderuar këshilltar, ne si bashki jemi pro interesat e të banorëve. Ne nuk do të bëjmë të ndarje do divergjenca me banorët kundra banorëve. Të gjithë tu jemi në shërbim të banorëve. Dhe të gjitha këto veprime që ne kemi bërë për banorët. Patjetër që institucionet respektohen, vendimi i gjykatës respektohet. Ne s'mund ta shkelim se është mbi ne gjykata. Dhe ne kemi zbatuar pikë për pikë që është në gjykata. Gjykata ka caktuar një firmë, një ekspert që marr përgjegjësi që ka hedhur firmën, thotë ky pallat përforcohet dhe kosta del më e ulës në 70%. Dhe ne sot kemi ardhur me thonë që kjo është vendimi dhe ky vendim është marrë. Nuk kemi dy rrugë tjera, është marrë ky vendim. Dhe vetëm një gjë, me mirë kuptim do ishte që 1 minutë më para, bashkë me kërkesën për propozimin nr. 2, t'i çohet qeverisë kërkesa për fonde, për buxhet, që të bëhet përforcimi total, nga themelët, nga drejtarët, nga gjitha, dhe të filloj puna dhe mos shtyhet më gjatë. Çdo shtyrje thjesht shtyn kohën e atyre banorëve që presin. Kjo është me pak fjalë një përmbledhje e asaj. Të kryet divergjenca të banorët, të banorët jemi më shumë se sa... Unë të kuptoj, por në qoftë se këto nuk duhen me riparu pallatin e vetë. Nuk është çka. Banorët nuk janë ekspert inxhinierë të fushës. Me gjithë respektin, banorët janë banorët tanë, janë vëllezërit tanë, motrat tona, kushurit tanë. Por kjo s'do të thotë që nuk janë inxhinierë, as unë jam inxhinier. Është një studio me licencë që është kontraktu dhe është pagu për me majtë përgjithësi, dhe ata majtë përgjithësi sot edhe mas 100 vjeç, sepse ato firma që janë hedhë, depozitohen në arkiv, depozitohen në gjykatë edhe... Gjithsesi unë do votoj pro banorëve. Ashtë drejta jurit këtu... Fjallën e ka det Ndreca. Është për sqarim, për e bana për sqarim. Këtë problemi është për ato inxhinierët që kanë marrë parasysh atë punë, do ta shohim mirë, ta verifikojmë mirë se nëse janë inxhinierë ekspertë për këtë punë. Se nëse çdonin të marrin bashkia dhe këto patën në patelon pa banueshme, edhe ratër me hedhin mbytyt tëra të njerëz. Kështu që edhe këtu
Po që sa ajo është, shive që nuk du të fusën njerëzit mrena mos të futën. Sa gjënaf, me bo me bjetër me desha mas nesër, është patisi e madhe. E kanë dhe penale dhe ligjore. Kështu që gjithë këshilltarët nuk mendoj se ka një këshilltar që është kundra njerëzit për të një mu, si të jetë më mirë, a kupton? Edhe ne banorët jemi kundra. Edhe bashkia do të konsultohet me inxhinierët, me këto do ta vlerësojë ta marrë punë. Ato inxhinierë marrin përgjegjësi penale, Po. ligjore dhe Faleminderit. Zoti Pashk Prenga. Përshëndetje gjithëve, faleminderit zonja kryetare. Realisht ky problem mendoj që duhet trajtu me shumë logjik dhe pa ndonjë ekivok për një tjetër, jo kush e ka fajin. Deri tani. Unë kam qenë pjesë e Këshillit të Parë. Dhe e kemi miratuar që si mas një studimit të Institutit Ndërtimit, ky pallat duhet prish. Tani pas ka dalë një vendim gjykate që me u prish. Kur del një vendim gjykate, zoti nën kryetari i bashkisë. jo, vendimi i gjykatës është mos me u prish. Pse me sill në këshill kur ka dalë një vendim gjykate? Pse vjen këshill? Është procedurë ligjore që të kalojnë gjitha fondet në ndërtimin e Po s'ka arsye marrë në këshill me u prish dhe mos me u prish. Me miratu këshilli kur ka dalë një vendim gjykate, mos me u prish. Të gjitha vendimet që merr bashkia, sa është vendim, janë nëpërmjet këshillit, janë është kolegjial. Pra ky vendim duhet marrë nga këshilli, ky vendim definitiv duhet marrë nga këshilli. Duhet kalon këshill. Duhet kalon këshill. Okej, më rregull. Tani, shkresa e dytë e Institutit Ndërtimit, shkresën e parë ka miratuar me shumë dëshirë që ky pallat me u prish. Shkresa e dytë, po Instituti Ndërtimit, që unë nuk kuptoj se aty ka pas ka paraft, a kupton? Mërzu një tjetër, marrë një institucioni, nuk e kuptoj se si funksionon puna. Ky pas ka dalë me një material tjetër që e ka qenë gjykatë që ky pallat nuk duhet më u prish. Pallati kur kemi marrë vendimin e ka qenë vitin 2018, sot jemi në 2025, 7 vjet. Që sa dëmtime janë bërë tjera 7 vjet, që kanë kalu 7 vjet, kur instituti ka konstatuar me u prish në 2018, ne në 2025 të thojnë që të rregullohet. Ky të investohet të riparohet pallati. Tani ky vendimi ka ardhur në bashki në muajin maj të vitit 2025, shkresa për rekonstruksion pallati. Sot jemi në muajin tetor. Pse kjo vonesë? Nuk ka shkresa. Shkresa ka me datë 28 maj 2025 është protokolluar në bashkinë e Kurbinit si mas material që na ka rënë ndosje. Shkresa e Institutit Ndërtimit. Po. Edhe trajtohet sot me një nëndër. Me dy nëndër. Nëndër ka qenë mbledhjen e kalume. Po ka qenë mbledhja e kalume në 31. Po. Tashi janë kjo vonesë pse ka ndodhur? Po tashi urbanistika ka ato punë të veta që do t'i marrin, do t'i shqyrtojnë, do t'i analizojnë, patjetër. Bashkia. Si nuk vjen këshilla asnjë material. Dakor, asnjë material pa u konsultuar dhe pa. Se mund duhet kjo vonesa duhet pak absurd, a kupton? Të vijë materiali në muajin maj 2025, të paraqiten këshill në fund të tetor 2025. Materiali analizohet nga urbanistika, analizohet nga grupi. Përderisa të analizohet nga Instituti Ndërtimit, çka ka pas me analizuar urbanistika. Se ata nuk e kanë sjell plot. Okej, më rregull. Materialin për. Okej, më rregull, dakor. Tani, unë nuk jam specialist i ndërtimit për ironinë të fatit. Nuk e njoh këtë fushë. Aty shoh shumë banorë që kanë ardhur. Edhe propozimi im është, përderisa ne pritem nga muaji maj deri në fund të tetorit, ta shtym edhe këtë muaj deri në fund të nëndorit, dhe banorët të dalim, jo ato që janë, po të gjithë banorët të mu dalë me një deklarat të përbashkët, janë dakord që pallatit riparohet apo s'janë. Sepse kanë
Se cili e ma vetë përgjithsin se si flet. Fjallën të dhe. Absolutisht nuk është ashtu. Nuk është, në këtë rast nuk besoj absolutisht se është punë votash, në këtë rast është jeta e njerëzve në rrezik. Okej, pra, në këtë rast po flitet për pallatin 34. Vetëm tani që s'ka lidhje votash, mendoj. Faleminderit. Altin Bruka. Faleminderit kryetare për vetëm një përgjigje, një fjali, vetëm një fjali jam kundërshtim me çfarë the, që bashkia i ka sërollat. Bashkia nuk ka sërollat asë herë banorët. I kemi prit, unë personalisht i kam prit disa herë, edhe i kam shpjeguar dhe banorët gjithë janë këto. Edhe gjithë janë përjashtë për ka një procedurë gjykate. Jenë vjerë vetë. Ka një procedurë gjykate. Jo, ashtu nuk do flasim. O zotri. O zotri. Po të shiti ullu, Klutem. O zotri. Altin Bruka. Faleminderit kryetare. Unë kisha dy pyetje për inxhinierin. Një nga pyetjet u e zaru nga kolegu. Që të citur? A mundem? Kryetare mundem? E po t'lutem të shtjet, t'lutem. O zotri, tashti, kur tjetë mbledhja, zotri, kur tjetë rasti mbledhja me kërku llogari për pallatet e tjera, jam krejt dakord. Sot po flitet për një gjë konkrete, për një pallat konkret, për një vendim konkret. T'lutem mos dalim nga tema. Altin Bruka. Faleminderit. Njëra ndër pyetjet u e zaru nga kolegu im për përforcimin ishte strukturor, themelor apo material. Sipas projektit përforcimit thuhet që nuk ka kaluar shumë në 70%. Pyetja ime është kjo për inxhinierin. Nëse gjatë kohës të kalohet kjo shumë mbi 70%, çfarë do ndodhe? Do kalohet, do të ndërpritet apo do kalohet në rindërtim? Faleminderit. Atëherë projekti është i detajuar në gjitha elementet e tij dhe nuk ka parashikuar asnjë fond rezervë për këtë, është e rezervuar kjo vlerë. Është finale. Si, që është kjo? Do me thënë, nëse kalohet mbi 70%, çfarë do ndodhje? Kjo ishte pyetja. Do kalohet në rindërtim apo do vazhdohet sërish me rekonstruksion? Jo, projekti në momentin që merret vendim nuk kalon më për rindërtim, për prishje për të filluar para. Atëherë ky nëse varet si merret vendimi. Atëherë projekti ka të gjitha detajet, i ka kaluar edhe oponencën teknike, i ka pa gjitha zërat, me librez masash, me tërë element që e shoqërojnë, dhe nuk ka asnjë hapësirë për pas problematikë të tillë. Nuk ka domethënë, nëse është një objekt i ri, mund të ketë problem. Kur ka përforcime, kur i ka kaluar gjitha hallkat me projektet nga aja tek zhëja të gjitha, sa lën hapësirë për kuptoj. Ajo nuk lind problematikë. Antone do fjalën. Problematika për shembull, ata marrim si shembull, ja po ishte dëmtuj tull më shumë. Materialet që do rezervojnë tullën shumë më cilësore se ato që janë. Por edhe me këto tulla që janë bërë analiza, edhe ajo tull patjetër aty prapë nuk do ishte problem. Pra nëse a dëmtuj tull, plasarit apo di unë kanë godit në një mënyrë tjetër, do zëvendësohet një material shumë më të fortë se si është. Kështu që s'ka ne. Anton Kolziu. Faleminderit zonjë kryetare. Me sa shifet këtu janë dy palë të interesuar për atë pallat. Ju si bashki nuk keni gjetë një gjutë përbashkët me interesat e këtyre të dy palëve, që t'jeni ullë dhe t'keni bisedu me to, për t'i dhënë zgjidhje
ndoshta edhe për shku në gjykatë ose pa shumë e rëndësishme. Ky rasti ka te kalu këto mundësi, edhe besoj se por kanë kalu në gjykatë, në moment që kalon në gjykatë, çdo lloj institucioni tjetër duhet flas pa shku në gjykatë, sepse këto palë janë të interesuar që di që është marrë vendim pa shku në gjykatë për ta prish. Pastaj ka kalu në gjykatë dha pezulluesi. E ka te kalu. Po. Juristi në profesion, a? Inxhinier ndërtimi. Inxhinier ndërtimi. Kjo është pyetje për jurist, po ja në rastin pa marrë fondit u miratu. Po. Banorët që mund të ketë një banor të paknash. Kundër këtij vendimi, a ka drejtën e Zotit me banë kim prap? A ka drejtë? Në gjykatë, apo në gjykatë, interesat e çdo banor për interesat e vetë si kushtojnë drejt. Më fal kështu. Të është sigurisht kundërshtu vendimi i Këshillit Bashkiak që kaloi, edhe ky vendim kundërshtohet. Kështu do të hiqin edhe 7 vjet të tjera, siç kanë hiqur 7 vjet të tjera, se kush do nga banorët ka drejtën e Zotit. Ke shumë të drejtë, në këtë rast gjithë dalin të humbë, domethënë gjitha palë. Sepse nuk shfrytëzohen si si. Prandaj do të marrë një diçka që të jetë në interes të gjitha palëve. Jam dakord me gjithë ato. Të gjithë shqiptarët janë përzidhe këtij problemi. Po ja, një banor do të ankohet, pa të shkojë edhe 7 vjet. Nuk është zgjidhja këtij vendim që mund të marrim ne sot. Se ju një të na lënë në topin to, sigur këtë fajtorin atë Këshillit Bashkiak. Jo. Atë vendimi i gjykatës e curia që ka ardhur tani e bën të detyrueshme që vendimi i Këshillit bëhet për me kërku fondet. Nëse ka zgjidhje tjetër përveç se me kërku fondet, domethënë s'ka. Kjo është ideja se Këshilli. Të lutem o zotri. O zotri, të lutem. Tash si du të gjej edhe banorët. A ka dikush që do me fol? Jo. Të lutem. Banor, okej. A do me fol dikush tjetër nga banorët? Po. Në atë pallat kam 2 pjesëtar të familjes time, kunati dhe kunata ime, por që ato janë pa mundur me ardhe për arsye shëndetësore dhe të largësisë. Një ka pas rekonstruktu plotësisht dhe në rekonstruksion me gjithë mobilimi ka shku 30 milion lek, jo luks, mobiljet më të thjeshta, që i dim gjithë. Dhe në qose ekspertët e gjykatës që kanë vendos shemet pallati janë më të fuqishëm se ekspertët e Institutit Ndërtimit, ata e din ato që e kanë vendos, se ato janë akademik, Instituti Ndërtimit janë akademik, janë profesora që nxjerrin inxhinierat tonë. Dhe tani del për ankesën e 3-4 personave, deli që tjetojmë ne në ato gërmadha që ka 6 vjetë, që e fundit jam unë që i kam hesh ato mobilim shpijash, nuk di, kam thonë o zot të dalim shnosh, kur kam hesh kazanin nga soleta, kam hyp vetë, kam thonë o zot, a do zbresim sot, kam hyp me pose, jo me prekxhan me dorë. Dhe sa ajo vlera e ti që nxjerrin me 70%, me cilat çmime e kanë nxjerrë me 70% se nuk mushet menja kur. Të gjithë kena pa tu bon shtëpia tu i konstruktu. Unë për veten time kam pa tu bon shtëpi nga themeli, kam pa tu bon rikonstruksion nga themeli, edhe me rezultant se projekti i një pallati tonë Lash është bën me çmime, manualin e çmimit 2015. Mbas edhe këto kanë bën me 2015, kur i kuntal çemente bante 550 lek, treja, ose i kile hekuri ishin 36 lek vjetra dhe sot është një kuntal çemente 18.000 lek të vjetra dhe një kile hekuri 1360 lek. Mendoni ju? Një metër mobilje ishte, një mobilje që dikur ka boj milioni gjysë, sot ban 3 milion. Mu më vjen kesh. Se unë kam shpintime që ka qënë DS4 dhe vetëm unë dole, vetëm unë i hoqa mobiljet. Ashtë bërë i konstruksion, po absolutisht, aty është ka 5 vjetë, 6 vjetë që futët që një vu, dhe me është tonë që është përfundu.
Më vjen keq, kam pas bën dhe shkres, me qenë se unë kam marrë për ato, e kam bën dhe shkres Këshillit Bashkiak, po të një përgjigje me na rrenjë, jo me na thonë të vërtetën. Dhe si qenë ka ajo, 25 familje, 3+1, sa është vlera një apartamenti, let në thota e zotnia që ka bën. Po, faleminderit inxhinierit të këtij përgjigje. Lej pjesë të përposhta, se ke shtëpia ku natës time, është ngrit, jo plakat, po është ngrit dyshemeja, paneli që është bu aty, është ngrit. E kuptova pyetjen. Inxhinier. Është gabimi më i madh. Faleminderit. Është gabimi më i madh. Se Adrian Musadelli e ka rreth në përshar. Prit, e ka radhën inxhinieri. Për ky projekt ka pas problematika të tilla për çmimet që kanë ndryshuar, shumë elastike, pandemia etj. Por ka ligjerim inxhinieri. Fatmirësisht punojmë me çmimet të miratuara nga enti kombëtar banesave që janë të vitit fundit. Kështu që nuk ka problematika të tilla. Dikur ka pas, ka drejt për çastin. Tjetër. E do kush fjalën? Vetëm për qartësim të lutem. Sefedin. Do flasim nga një herë. Po, do flit dhe ti dhe do flas shkurt për arsye se mu drejtua i banori atje. Tash nuk e kemi edhe prit. Fali sekond. Kto është mbledhje e këshillit. Ai noshta nuk më kuptoi mua. Unë faktikisht shkova edhe që ku janë banorët i pyeta a jeni pro shemjes apo kundra. Sefedin. Deri mos ashtu me. Sefedin. Nuk kemi hidhe prit. Nuk kemi marrë. Ka mendimin e vet. Do flasi ashtu si di ai. Ai e dha mendimin e vet, tash ne jemi antar këshillit. Na jena opozit. Në radhë dytë jena edhe antar këshillit të ri. Edhe mu dosëm parë para 4 ditë edhe nuk kam ditë gjë. Sa për djeni, ha? Sa për informacion. E, po t'lutem mos e fedin, nuk e kena marrë bet. Jo, ato janë qytetarë kanë hallë. Ai ka hallë. Ne duhet i mirë kuptojmë gjithë ato që kanë aty, sepse kanë hallë se gjithë. Ta na shkaloj, po gjithsesi ka drejt ai se nuk më njeh as se di se jam antar këshilli. Se normalisht edhe ju mazhorancës do ta jepni drejt na njohin. Po kush ka na lutur më burr? Jo, se ja. Mbledhjen tjetër sishe. Ose Fedin, mbledhjen tjetër sishe. Ditën e premte sishe, këto kanë qenë, ti sishe. Tash mos e kërkote majoranca. Lutem djegjen se ke folë edhe një herë për këtë pikë se me këto diskutime nuk dalje asnjëherë në fund. Është shumë shkurt, pyetja është po ose jo ose dy fjalë. Instituti i ndërtimit e ka pranuar dhe ka folë me të njëjtën gjuhë me projektin e bërë nga firma apo e ka kundërshtuar projektin që ka bërë nga firma? Atëherë, bëhet oponencë teknike për projektin në tërësi, bëhet oponencë teknike tek Instituti i Projektimit, apo bëhet oponencë teknike? Instituti i ndërtimit është shpreh po, dakord projekti të firmës. Nuk ka gjetë vërejtje për të ndryshuar në projektin e propozuar nga studio e projektimit, e cila nga rastisht qëllu që tjetë dhe profesorët e shkollës. Nga Instituti profesorët. Jo, ta shpjegojmë nëse ke durim. Disi, po, nëse ke durim, ta shpjegoj. Tash ti, a ka pyetje tjetër, diskutim tjetër, para se ta edhim në të lutem o zotëri? Po tash jo, më shumë se ti, nuk unë i gjohë tjetër kush këto. Edhe i repyri, për njësit... Atëherë, kjo është politikë strahimi, nuk ka lidhje fare me ashtu. Mund të kesh pas, nuk ato të shdëmtu, duke të strëhu, s'ka lidhje.
Jo, nuk është, jo, o zotri. O zotri. Atëherë, edhe i herë për Tash ju lutem, tash ti do inxhinier, o zotri. Jo, o zotni. Albert, lutem. Po çfarë mund t'i bëj për shkak? Albert, lutem. Albert Ndoci, të lutem, jo me këtë lloj toni, të lutem. Nuk është fare normale. Po, Krenar Kasmi e ka fjallën. Ja, ndizë. Atëherë jam plotësisht dakord me qytetarin. Pse? Përderisa ne ke tagrin me dal mbi një vendim gjykate. Në absolutisht nuk e kemë. Jo, përderisa ne na kërkohet me dal mbi një vendim gjykate. Na kërkohet është tjetër gjë, por ne nuk e kemi mbi vendimin e gjykatës, ne nuk dalë. Si këshill na kërkohet me dal mbi një vendim gjykate. Ka të qytetari që ne të dalim mbi këtë që ti saktojmë pjesën që kërkon ai edhe të shemët edhe bëshetdoj. Për biznes, për banim, për çfarë ta konceptoj ai. Atëherë, pse na kërkohet ne kur dalim mbi vendim gjykate? Se po na kërkohet tek këtë s'po kuptoj. Nuk po kërkohet me dal mbi vendim gjykate. Është miratimi, jo mbi. Miratimi, kësaj. Po jo, miratimi. Përderisa ne e parashire këtu. Jam plotësisht dakord edhe me atë. Pse? Do se doni me vjen një vendim gjykate, këshill më shkjat. Sa marrësh ti përgjigje? Sa është kjo më vet? Fandezë. Do se doni me komplikuar, doni me të dërsu si temë. Është puna juaj. Nëse doni me lexu projektin, Albert. Rinaldo po. Sa për sqarim të banorëve, ne nuk kemi fuqi as me shem e as me ndërtu. Ne jena këtu për me miratu ose mos me miratu që ky fond kaloj. Në bazë këtyne gjanave që ne jena të diskutu me ju, ne vendosim, në bazë këtyne që jena të një gjuhë, nëse do e kalem për miratu, diskutime tjera, ose jo. Ju lutem. As nuk shemim, as nuk ndërtojmë, as nuk e kena ndorë me ju dhanë njësi apo banes. Nga qeveria. Pa tjetër. Jam shumë dakord me Rinaldo, ne jemi shkolla e fundit, etapa e fundit. Fakti që kanë ardhur deri në këtë pikë. Cilat njësi? Krenar. Lutem dhe bëhet në votim. Po njësi që e në ty? Kujtë biznes? Ai pa vëtë do rekonsultuat si që është. Nuk ka shtejes aty, as paksim. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet.
Nuk është në vërtet, sepse në momentin që ka shku në gjykat, po s'është në vërtet, a i do pyet administrator apo pyet prokuror? Unë po them që nuk është në vërtet. Atëre, për pa u marrë vendimi... Lutem, nën kryetar. Pa u marrë vendimi gjykatës, asnjë projekt nuk është bërë për këtë. Asnjë projekt s'është bërë pa marrë vendimi gjykatës. Nuk është bërë, e sekond. Po shi ju e pini. Fal pak. Ju e pini. Ju lutem. Do ta hedhim votim. A ta në qenë e tjetër me rao? O zotri, po t'lutem tash tje. Zotri, t'lutem. O nën kryetar. Kryetare. Urdhra? Po shumë gabim bëjnë që dalin. Sa ja? Do me fojtë ma sërë do vamos. Po, pashk prenga edhe ma do t'hidhet në votim, do marrim një vendim. Pashk. Arbët. Tani, po e shohim se gjithë kemi drejt. Të gjithë kemi drejt, gjithë kemi hall në këtë rast. Po e shohim konfuzionin që na lokun në këshill. Unë jam me idenë e parë, ta shtyjmë për mbledhjen tjetër. Të sqarojnë gjithë banorët me një deklaratë, të gjithë banorët të lutem një sekond. Ta marrë deri në fund. Të gjithë banorët të dalin me një deklaratë përbashkët. Janë dakord me jetun këtë batë, as janë dakord. Një. E dyta, të lutem një sekond, ta marrë një sekond bisedën, një sekond. E dyta, aty si mas ati banorët janë dy njësi tregtare. Këtyre dy njësive tregtare nuk është prish pallati për shkak këtyre dy njësive, është për shkak të medit. Pra këto dy njësi të njëjtë sipërfaqja. Të njëjtë sipërfaqja e ndërtimit. Ky pallat të njëjtë sipërfaqja e ndërtimit. Se ato kanë investuar koncialega aty për me investu. Për shkak të konfuzionit që kemi sot, mbledhja të shtyhet për mbledhjen e rrogës, dhe mbledhjen e rrogës vjen me një material më konkret. Lidhur me deklaratën e banorëve një edhe me vendimin e administrata bashkisë ta sqarojë mirë problemin me biznesin. Se ne si këshilltar nuk kemi kur në botë me përshpunë kërkujt biznesit. Ja të dhe shefja urbanistikës. Mbledhja është dorën tuaj, mund ta kaloni edhe për mbledhjen tjetër se rendite, ama propozimi i bashkisë është ky, nuk ndryshon se vendimi i propozimit, ka se ne do të zbatojmë. Unë jam ndërtuar emër të bashkisë. Ti ke propozimin e bashkisë apo propozimin e banorëve në çojmë dhe sot në herën tjetër pas propozimit tim zotëri. Pas propozimit tim të bashkisë vendimi i gjykatës nuk e ke bashkisë që kanë timin. Po, dakord po. Unë kam propozimin tim. Propozimin tim po Nën kryetar, ja të flasë dhe zonja, shefja urbanistikës. Ja, ta gjemë dhe i rrisin edhe do ta hedhë në votim. Afroje pak mikrofonin. Përshëndetje gjithëve. Në lidhje Lutem tani gjoj, ju lutem. Albert, lutem tani gjoj me dhe i rrisin. Atëherë, në bazë të ligjeve dhe akteve normative në Republikën e Shqipërisë, ne kemi ardhur sot si zyrë me këtë projekt vendim. Pra, është akti normativ numër 9, është vendimi i gjykatës dhe ne jemi këtu për të bërë kërkesën, për të propozuar Këshillit Bashkiak për të miratuar këtë fond për të kërkuar qeverisë shqiptare për financimin e përforcimit. Këtë nuk mund ta kalojmë me dëshirë, sepse janë inxhiniera të licencuar për këtë punë që kanë firmos dhe kanë mbulos këtë projekt. Projekti është i detajuar, do të sqaroj Diogjenin dhe Pashkun në lidhje me vonesat që kemi ardhur në këtë kohë, dhe gjitha këto vonesa kanë ardhur si efekt se dyrët dhe dritaret nuk i ka shëmbë tërmeti. Edhe ne krah banorëve kemi kërkuar që i gjithë projektit të jetë i përfshim
me instalime hidraulike, elektrike, sepse ne e dim amortizimin që ka pësu objekti dhe godina në këto vite. Dhe në preventiv janë të parashikuara edhe punimet e nevojshme dhe të detyrueshme. Pra, dyrë dritare nuk i ka shumë tërmeti. Lutem Albert, ta qoj Çdo hyrje ka 30.000 euro ka mbi sipër, dhe për sipër. Patjetër është preventivi i detajuar me të gjitha punimet që do të kryen. Pra, do të jetë me çelësa në dorë. Thjesht nuk do të shembet, por do të përforcohet. Pllak dyrë dritare? Dyrë dritare të gjitha. Nuk është me dakordsi o zonjë, lutem. Është me një projekt, është i firmos, është i bulos dhe mban përgjegjësi, lutem, mban përgjegjësi ligjore për ato që ka firmos. Tani me dëshira ne këtu nuk merremi, po merremi lutem. Ne merremi me ligj, jo me dëshira, sepse nuk është moment dëshire kjo. Se mrena Ata shohim edhe ne projektin edhe shtyjmë për mund tjetër. Po kujtore. Po e kemi pake. Po kujtore. Fali sekund. Lutem kujdes me fjalorin me etikën, sepse nuk është etikën time të përdor atë lloj fjalori, kështu që bëni kujdes. Po kretare, më fali sekund. Ne po e gravojmë këtë mbledhje vetëm kot për hiç gjë. Të shi, Bashku foli qartë, ka qenë edhe antar këshilli në janë tjetër, aja është më i saktë, ne jemi thashë dhe jerë, thash pari jena tri, nuk e dim informacionin tamam, ta shtymë herën tjetër, edhe të bisedojmë nëse janë ta këshilli me qytetarët. Ashtie, ideja është këtu. Se nuk ka nga më shpun. Ju lutem. Ideja është që ju lutem. Të rrim fjallës Bashkut dhe Pamyllit. Po prap nëse me zbënona ma. Po qa me i shty? Qfar po na gjenë me shty dhe i muj? Asi qa? Mledhen tjetër... A që a do mjep një leje, a do mjep një leje të flasë? Se po agravohen edhe qytetarët. Ashti, unë jam shumë dakord me Pashkun, që të marrim dhe ne ko, po mendoj se ky është vendim gjykate. Edhe vendimi gjykatës prap se prap. E njëjta gjë është. Po këtë punë jo, jemi shumë, patjetër, po është do një projekt të zonë përforcimi dhe do kërkohet fondin qeveri. Dhe pa mirë atuk. Ne mos ta flasni me qytetarët, o zonë. Funksioneri, ku dina të si funksioneri? Ma patjetër funksioneri që janë qyrë. O për tutem nuk është me Ne mos kona shkaktarët. Ju boni nga fresën dhe në natërorin e me njërë. Unë nga tas njës një. Ju lutem. Jam të edhe na do të edhin votim Laurin, hera e fundit. Faleminderit zonja kryetare. Pyetja ime sepse na bëhet një kontradikt e logjikshme pjesës vendimit të gjykatës në formën e prerë dhe ardhja këtu në këshill. Gjithmonë ç'a ndodh nëse kjo nuk votohet këtë herë, nuk votohet herën tjetër, nuk kalon si projekt ligjë. Ç'a ndodh në fundi, si shko procedura? Ma shpjego, atëherë sepse momentin që ju na vini me një lloj formë presioni që kjo ka marru si punë,
për çfarë do votojmë ne, se kuptoj. Atëherë nuk ka jetin votim. Ka marru ky muhabet. Kush është pra me miratimin e fundit për rekonstruksion për pallatin 84? Pra, Arber. Numroj. I numrove. Pra, kush është kundër? Kush është kundër? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Po kryetare. 8. Kryetare. Ordra. Je të bëha votim kot, si se në të dumë qa të bëna, mos e lele fajnë këshillit. Tashti votim kot nuk është. Duhen sëru mirë të gjana me administratën e bashkisë, se bashkia është përgjegjëse numër 1 për këtë punë, me qytetarët. Në zdim gja o zdia... Tashti është qysh 2019, në det, po është problemi jëtë. Tashti unë ka erdhë në këshill, unë do t'a kaloj në vendim, është e drejta e këshillit. Po tashti pse nuk e di, zarfin aty e ke pas, sa di ti di dhe unë me zarf, me letra. Lutem pra të shtet. Tani, sa janë abstenim, sa janë? 1, 2, 3 abstenim. 3 abstenim. Arber, t'lutem. Votat? 3. Po ngrije pra kartonin. Më falë, 1, 2, Ordra. Votat e para ishin 8 kundra. Pse diskutoni të shi dalin abstenim? Nga kundra dalin abstenim. Prit mërzotia, jetun dhanë ka. Votimi, nuk bërë votimi sa e dojë. Mërzotisa, unë do t'i shkruj pro kundra abstenimun, për këtë punë. Po votu mjere. Se me ujlo. Votun 3 pro, 8 të lutem, jo, nuk ishte ashtu. Arber. Po mjere. Pra, nuk miratohet. Shumë bukur. Nuk miratohet. Arber, na e sill bashkë me projektin nëse këto kanë mundësi, na e sill muin tjetër bashkë me projektin nëse këto kanë mundësi. Ju lutem një sekond projektin. Po. Alo, ju lutem një sekond. Me qytetarë të bindin. Tani pastaj kur ta shohim se ka dyrë gjyqtare pllata. Do kalojmë te tjetra. Është e mbyllur. Tani kalojmë te pika tjetër. Këshilltarësh. Po. 5-6 shtetërorë, bashkës, njëftë me projektin, njëftë me problemet të qytetarëve, atëherë unë votoj. Po pa di gja, pa një me problematikët, nuk kam shkëtë. Tashti, unë nuk... Bashkia... A do më falë një pak. Ja, unë di qështë njerë, se kur të më thore ju, ta njëri komision gjithë qytetar, vjen ke bashkia... Tashti, kjo është nga një zgjidhje ati pallati do t'i jepet. Një zgjidhje ati pallati do t'i jepet, sepse ajo nuk do të rri ashtu. Fakti që ne nuk kalum fundin e rekonstruksionit, Një sekund. Edhe përfaqësues pallatit, edhe përfaqësues bashkisë, edhe përfaqësues shirët, e SRM edhe vërteja. O dedi, kemi ditë këta. Nuk për mbledhjen tjetër, mos ashtu ma. Tani të shpjegoj pse vota ime është kundër sot. Kjo është kundër provizore. Vot kundër provizore. Pra, në mbledhjen tjetër, qysh për mbledhjen tjetër, në mbledhjen tjetër, të vetë me një material ballafaqus me se cilën palë. Bashkiet vjen me një material ballafaqus dhe banorët që janë këtu, dhe kjo thënë dhe tjerë, të dalë me një deklarat të përbashkët, ta dëzhojnë në sekretarin e këshillit bashkisë. Një deklarat përbashkët, janë apo janë dakord me banë timi një, dhe administrata bashkisë të vijë një material se si do veprojnë me biznesin. Si do veprojnë me biznesin. Ta analizojmë mujnë tjetër dhe të jobë
një zgjidhje definitive mbledhjen e radhës. Kalojmë te pika tjetër. Kemi dispozicion projektin e përforcimit. Sepse projekti është në zyrë. Është një vendim gjykate, është një akt normativ që ne nuk i dalim të puna. Urdhra? Cilin projekt? Bashkia Turbin nuk ka asnjë projekt të ndërtimit të ri të pallatit. Kanë qenë këtu o zonë, se kanë qenë këtu. Edhe ditën e parë në Ju lutem. Ora çështje gjykate, jo bashkie. Rregull. Atëherë, mbledhjen tjetër jemi prap të hapur për nuk e di, si do të mblidhet, jam dakord me propozimin e Dedës edhe të Pashkut, mblidhet një grup nga antarët e Këshillit në bashkëpunim me bashkinë, me banorët, të arrihet në një marrëveshje, të arrihet në një marrëveshje diçka, sepse kjo është një çështje që nuk do lihet kështu. Banorët janë pa shtëpi, është gjëja më normale në botë që t'i jepet një zgjidhje. Dhe edhe diçka për njësitë të biznesit, unë mendoj, si antar e Këshillit, si kryetar e Këshillit, t'i jepet një zgjidhje njësive të biznesit që edhe banorët e tjerë që i kanë për banim mos ngelen peng i atyre njësive të biznesit. Po është me VKM, jo, s'kena fuqi me java. Është një vendim i Këshillit të Ministrave që janë tek fondi i zhvillimit. Besoj, edhe banorët tani e dinë. Atë e jep edhe ju si qytetarë do ta dini. Dakor. Nuk është dorë të Vetmja gjë që ne si Këshill mund të bëjmë është kjo. Të bëhet një e përbashkët me antar Këshilli, me bashkinë, me banorët. Atëherë kalojmë te pika tjetër. Banorët janë të lirë. Banorët mund të largohen. Faleminderit. Projekt vendim. Projekt vendim për miratimin e kërkesës Bashkisë për mbështetje financiare nga Fondi i Emergjencave për dëmet e shkaktuara banesë nga plasja e bomblës gazit, familja Tafile, njësia administrative Milot, fshati Shullaz. Kush është? Hajde bledi. Tashti kryetare do t'i marrim me radhë. Ta hedhim votim. Pra, kush është pra? Kush është kundër? Miratohet. Familja Gjergji, njësia administrative Laç Sanxhak. Pra, kush është pra? Kundër. Miratohet. Projekt vendim për bledi. O kryetar, të lutem, projekt vendim për miratimin, ju lutem, për miratimin e tarifave të ujit pishëm, grumbullimin e largimin ujrave të ndotura. Çfarë është kjo? Shkurtimisht, është vendimi që merr nga Asambleja e Lezhës, Asambleja që janë 3 bashkit, dhe është lënë që për këtë vit mos ketë ndryshim, as rritje as ulje të çmimit të ujit. Thjesht po. Po si rritje? Letë fuqi çmimi që janë. Jo, është për letë fuqi. Nën kryetar, tashti do ta hedhim votim. Tashti. Kto e ka pritë çmimin e ujit? Radhës tjetër e kanë pritë. Erës që kaloj, ne e morëm vendim që mos ndryshoj dhe ka e nderuar kryetare. Ju lutem. E nderuar kryetare, nuk ngjojmë i merremi vesh. Atë merremi vesh. Do rroll kalon nëpërmjet nesh propozimit. Atëherë, kjo çfarë është? Kjo është për mos vendosur te mikrofoni. Atëherë ky vendim është propozim për lënien në fuqi të tarifave që janë. Pra nuk ka as rritje as ulje të çmimit për këtë vitin 2026, tarifave të ulur. Po dole Tashti për nivelin e përmiratimin e tarifave të ujit pishëm, grumbullimit dhe largimit ujit të ndotura, bazohet në shkresën 842 fraksion 2, numër protokolli datë 9/10/2025,
Drejtoria e ujësillës kanalizimit Lezhë ka kërkuar një mendim për nivelin tarifor të shoqërisë renale ujësillës kanalizimit, si dhe ju kemi sjellë përparësh këtë projekt vendim. Për vendim dhe shërtim nga ana e Këshillit Bashkiak. Bazuar po në atë shkresë 842 fraksion 2, kemi një kërkesë për ndim për nivelin tarifor të shoqërisë renale ujësillës kanalizimit Lezhë dhe ju kemi bashkangjitur një tabelë mbrapa të kuotat e shërbimeve, domethënë për uret e zeza dhe ndotërat që janë. Jam dakord që rrallë tjetër ju keni votu kundra, domethënë. Ato rritën, po kjo nuk ka rritje tjetër, ajo është rrit, domethënë, se ka marrë si vendim mere. Unë e di që ju s'keni lidhje, po domethënë është më utall me ne. Ne themi jo, ato thon po, ato thon po, ato po një. Unë jam i detyruar pas ligjit ta sjell. Okej. Po edhe këtë radhë jam e bindur që do dalë gjë tjetër, gjithsesi kush ka pyetje? Pas ligjit ne morëm vendim që s'do rritet edhe si mas shefit. Jo, e ka drejtor, ta çaqojmë fikse, nuk e morë kaq mirë. Për vitin 2026 nuk do ketë rritje tarifash. Është bërë rrallë tjetër zoti këshilltar që na kërkuan edhe ne, ju si këshill e votuat kundra, ajo është miratuar ajo rritje. Që të jena dakord. Tashti këtë vit jetën mbi rritin që thonë. Këtë vit nuk ka rritje më atë. Pa radh mos folni se ju lutem. Sa kena paguaj sot, do thonë ka një vit këto do jetë për edhe 2000. Në rregull, mos ketë rritje. Kush ka pyetje? Anton. Kur e kemi votu kundra në këtë, ne kanë pasur çmimin 550 lekë vjetra. Po. Të shtirë 650 lekë. Që do të shtirë aty? Që të miratojmë këtë që është sot ne? A ike? Nëse kena miratu atjere. Mirë. Për na kanë pu 550 se kemi miratu, na kanë pu 650 sot që të miratojmë ne. E ke 450 lekë sepse e ke jetu lecu Lezhën njësin kur bim. Njësin kur bim, po. Klientët familjar thot është 450 lekë metër kub. Po ne s'kena pse ta miratojmë që mos të rritet. Tri ashtu që është nuk është me hile. 50 lekë si ishte hile. Bona thjesht për korrigjim. Ke lexuar për Lezhën, është njësia Lezhë. Njësia Kurbin është tabela 2, do thonë që ke tarifat. Sa ke tarifin aty? 450 lekë klienti familjar thot. 450 lekë? Jo, ideja është që nga fakti që na e bën nul vendimin radhës tjetër, mos i sillni më. Ne ke klientë publik. Mos i sillni më fare, sepse në fund fare bëhet sikur duan ata. Kjo është ideja. A e solle ishte nul vendimi jonë, mos e bje më, për qa e bje dhe më thënë, i bje që jemi tu talë me këshillin, këtëm këtë. Ta shti e edhin votim, ka kush pyetje tjetër, e edhin votim që mos të rritet as një tarif. Kush është pra? Pra që mos të rritet as një tarif. Kush është kunder? Projekt vendim për miratimin e listës familjeve që përfitojnë subvencionimin e interesave të kredisë për vitin 2025. Ordra. Për miratim më si ishte për gjithë. Mos të ketë më ndryshime. Mos ndryshimi. Pa e kam ndryshu se e kam... Gjithsesi se ka... Pa. Këti që ne herën e parë kemi miratu që nuk kërkojmë rritje. Pa. Ndërkohë u rrit çmimi. U rrit. Tani ne po bëjmë një miratim që me këtë miratim që po bëjmë tani ne kemi miratu atë rritjen. Po prapa ato janë kaq zot sa e rrisin prapë edhe mbi atë, për çdo vit e rrisin nga i herë. Ju i bie që ne ta miratojmë atë rritje që patëm thënë herën e parë jo. Ajo është mirëqen, po duan me rrit prapë. Edhe janë të na bë favor të madh që e bin kështu. Po vitin tjetër e bin pas e Nëse miratum që mos të rritet më, ne do jemi ata që do na i sillin prapë para faktit kryer. Projekt vendim për miratimin e listës familjeve që përfitojnë subvencionimin e interesave të kredisë për vitin 2025. Tani kemi ca kvotat që na kthell qeveria mbi 17 kredit buta për Bashkinë Kurbin. Ne si komision, do të thënë komisioni e posaçëm për vlerësimin e dorëshe jemi mbështetur në ligjin 22 fraksion 18 për shërimin social. Nga këto ka pasur 88 aplikime gjithsej, 38 kanë kërkuar të përfitojnë nga subvencioni i kredisë dhe vetëm 7
jo, më fal, 8 janë miratuar nga komisioni, 8 familje për këto kredi. Nuk kemi sjellë gjithë familjet për arsye sepse 5 ditë nga vendimi i miratimit Këshillit Bashkiak ka drejt çdo familje prankimim për pse nuk është përfituesi i kësaj. Jeni të ftuar gjithë kush ka një person ose një familje të vijë të verifikojë dosjet, kush dohet domethënë të sipër te drejtoria e shërbime. Ka familje që janë skualifikuar për mungesë dokumentacioni, s'kan sjellë dokumentacion, ka familje që janë skualifikuar për të ardha shumë të larta dhe nuk hyn në programin e kredisë BUT, dhe ka familje që janë skualifikuar dhe për të ardha shumë të ulta që nuk mund ta përfitojë si. Po, Djegjer. Faleminderit zona kryetare. Atëherë nga 17 kuota kanë përfituar vetëm 8. 3 sekondë krenara ta Çfarë supozohet ndodh me 9 kuotat e tjera, të cilat buxheti do ripërsëritet në vitin tjetër, prapë thirrje tjetër. Pra nuk ka shtyrje afati apo diçka që mund të bëhet për këtë vit për të aplikuar. Ajo është një që hapet nga ministria si thirrje dhe jena të detyruar që vetëm kur caktojë domethënë të aplikojmë ne për këto. Domethënë bashkia jon ka çu dëm 9 kuota që nuk janë përmbushur. Nuk i kena çu dëm, nuk i ka përfituar kush zonë këshilltar. Nuk kanë shku dëm, nuk janë përfitu këto trashëgohen. S'janë përfituar. S'janë përfituar se s'kan plotësuar kriteret, s'kan plotësuar dokumentet. Jo, dakor, po them bashkia administrative, ka fjalën e qytetarët, s'kan aplikuar. Po, ka pas 38 aplikime, vetëm 8 domethënë. Okej, faleminderit. Kush e do fjalën? Mariana, a ka një projekt për këto familje që mendojnë se do të marrin kredi të BUT? Si? Ka një projekt se ku mund gjenden këto shtëpia apo do ndërtohen? Shtëpiat ato kalojnë në procedurë banke dhe zgjedhjen nuk ka projekt. Ato do të intereson vetë, domethënë. Me thënë nga bashkia nuk ka një projekt për të. Ne kena drejt mi emëratu emrin dhe për t'ia përcjell bankës, domethënë. Atë banka ka ato kriteret e tyre për. Erisa Pashku. Po. Jam shumë dakord me zënë këshilltare, unë e di se kam punuar edhe vetë banka, që më shumë oficer kredie, edhe kam përzgjedhur këto familje që e plotësojnë atë kuotë edhe për të përfituar te banka, domethënë në bazë të banka, me po pe punësimin këtu dhe mbi emrat, janë të ardhat mujore që vazhdon nga 773.000 lekë, 75, 71, 66, 68, 84, 37, 99 e tjerë. Ka pas familjet që e kanë pas edhe më shumë se kaq, mbi 1.200.000 vjetra dhe nuk mund e paguaj sepse ka një kriter, është kredi e BUT dhe është për shtresat nevojë dhe ty të mendon që je. Ka pas familjet që e kanë pas edhe më ulë se kaq, e kanë pas 200.000 lekë vjetra për shembull dhe jam detyruar me skualifikuar sepse nuk për Kjo është gjithë problemi. Erisa. Thotë, në bashkinë Kurbin kanë aplikuar 88 individ dhe familje. Ndër këto janë 38 që kanë kërkuar subvencion. Sepse nga 88, pjesa tjetër 38 kanë kërkuar kredit, pjesa tjetër kërkojnë bonus qerore, nuk kërkojnë. Nuk kërkojnë kredi këto, vetëm 8 kanë kërkuar kredit buta. 38. Po këto 8 nga cilat kush kanë qenë kriteret që nga 38 vetëm këto 8 kanë përfituar. Edhe Tani janë 38 që kanë kërkuar fat. Jemi bazuar ke ligji 22/2018 për shtrim social. Për çdo ankesë zona këshilltare mund të vish te zyra dhe ti shohim bashkë kriteret dhe gjitha që janë aty. Besoj se edhe janë pasqyruar domethënë në këshill. Jam të pyet, jam interesuar me pyet se na kanë pyetur Odolf. Tash unë po të pyet. Është niveli të ardhur janë rrallë parë që të plotësosh atë kuotën që të ka vënë ministria. Tani dhe diçka tjetër. Më poshtë as më sipër aty niveli të ardhura. Po. Edhe Jo, është një gjë tjetër. Banka kërkon gjë tjetër, bashkia kërkon gjë tjetër. Ky është një gjë që prek banorët. Si do të zgjidhet kjo punë? Se bashkia ka kriteret e veta që është mbas subvencionit. Banka ka kriteret e tjera që thotë nuk i përfiton. Bashkia mbas pikave të VKM-s
e shpjegoj, nuk e di nëse në gjove, të gjithë familjet përfituese kanë të ardhur 70.000 lekë, 3 javë dhe lartë. Pra, me këto të ardhur, automatikisht banka i miraton kredin, sepse ne e dim sa të ardhur duhen, se kredia ka një limit deri në 3 milion mund të marrin. Se mba afërsisht 3 milion e pak. Kështu që mas Zënë këshilltare, nga Komisioni Posaçëm që zgjedh këto 8 familje sepse plotësojnë kriteret që janë vu për brenda 5 ditë nga vendimi ne kërkojmë miratimin këtyre 8 familjeve, domethënë. Nga brenda 5 ditë nga data e miratimit të listës përfituese nga Këshilli Bashkiak kanë drejt ankimi çdo kush dhe arsyeën ta marrin sepse unë jam skualifikuar dhe nuk përfitoj këtë pjesë, nuk jam pjesë e kësaj, domethënë, të programit të kredive. Kush do të qoftë ai? Edhe këshilltarë, domethënë, janë që nëse janë të interesuar për një familje të caktuar, mund të vinë aty dhe t'ia shpjegojnë sepse është arsye se pse është skualifikuar. Bashk. Sepse unë se kemi bë, domethënë, skualifikimin e këtyre sa i takojnë 30 familje të tjera, nuk kemi bë ultimatumi i fundit dhe do skualifikohen. Kanë drejt 5 ditë bazmarrës të vendimi që të ankohen dhe ne t'i thonë ati qarëm arsyen sepse ai është skualifikuar. Dhe qose ka drejt ai do të thonë normal po smami jene do nga verifikimi për Komisioni Personal bazor ligjë janë kualifikuar brenda aty në kushteve ligjore që janë vu. Absolutisht, edhe diçka tjetër, ju kur bot një pyetje mos e merrni personale dhe po merret për pjesë pune. Dhe ne si këshilltar kena të drejtë që të marrim informacionin e duhur. Sepse për shembull kisha 2 persona që kishin një familje mbi 1.200.000 të ardha, dhe është mëse i gatshëm për të trajtuar nga banka. Për kushtet që të vjen kjo për kredit bu dhe shkaq, nëse ti kalon këtë limit, ai mund ta marrë personalisht në bankë, s'mund drejtohet për keni limitar do, është minimum maksimum. Me kredit bu sepse s'ka nevojë të trajtohet nga shteti, janë për persona që janë nevojë për të trajtuar me 3%. Dhe nëse ti shkon në bankë edhe ka 5, 6%, 7% varet se mas banka nuk e di fiks domethënë ato interesat e tyre. Por nëse ti ke sipër këtij niveli të ardha, nuk ke nevojë për do thënë nuk mund të përfshihesh në Po në nivelin po minimumi sa është minimumi? 370 e sipër domethënë. Edhe nëse është një person 370. Kam pas një person është edhe robi joni njofi, e ka 200.000 lekë, nuk e ka dëshirë më të madhe për me marrë çati bëjmë, ku ta që nuk ta përfshi banka në fare do. Pikërisht pra, kjo pra që ka një ngërç. Atë minimumin etik do të thënë bankës e gon ato të bashkë se nuk është ajo e gon, edhe sa do të paguash për kredi, edhe sa do të kesh për ushqim do. Bashkë. Është i çik. Është ngërç pra, kjo po them, është i ngërç që është në gjithë bankës. Për bana ligjit. Jo, dakor. Që na vjen ne do. Drejtor, këto personat që kanë kërkuar me qenë përfitues të subvencioneve, a janë me status të pastaj që janë miratuar në Këshillin e Bashkisë, kanë një procedurën me kërkuar në Këshill dhe janë miratuar si pastaj me status apo janë qytetarë që kanë paraqitur vetëm kërkesën në Bashki? Ka ca persona që ka të paktën 1 vjet e sa 2 vjet zoti këshilltar që ai libër protokolli që ka qenë për personat që kanë marrë kredit të status dhe pas 3 mund të jetë komplet jashtë sepse është bërë ka mbi 15 vjet 20 vjet që kanë marrë status dhe unë jam i detyruar çdo person që të vije i kërkoj ka pron apo s'ka pron nga ASHK-ja. Në momentin që zoti pa shpreh nga paraqet që unë s'kam pron, ai automatikisht kualifikohet si i pas 3. Nuk ka më do të thënë shëç me listë që merret miratim këshill për dhënien e statusit pas 3. Tani, në qësi këthemi retrospektivës, a do të kishte qenë mirë të gjitha banorët që kanë një dokument, një letër, statuset pastajit, kishte bo një njoftim që ky subvencion i jepën Bashkia dhe këtij personi të jepet prioritet për sqarimin e rrethana të tij, persona pozitive të kushtet. Çdo edhe për bonus qeros, edhe këtu jam shpreh dhe ju kam thënë edhe ju, nëse ju njihni një person që është në nevojë dhe ka dëshirë të trajtohet me bonus qeroj apo dhe me kredit butë, është i lutur, të vijë pranë zyrës tonë, do ndihmojmë asistencën e specialistëve për me aplikuar sepse aplikohet nëpërmjet e Albanias.
dhe është drejt ligjore që personit të aplikojë vetë, jo tani, por ne për shumë arsye kemi dhënë asistencë që t'ia bëjmë në aplikimet në sistemin e Albania për përfitu këto. Deri tani janë përfshirë vetëm 88 persona gjithsej, si për kredit but, si për bonus qerore. Nga këto 38 kanë interes për kredit but. Nga 38 kemi zgjedhur vetëm 8 që kanë plotësuar kushtet për të trajtuar nga këto tjerët si kanë. Tani arsyeja pse bëna këtë pyetje është se s'kan sjell dokumenta shumë. E kisha këtë që nuk ka kredit but sistemte. Po, shishano zoti këshilltar. Zoti, më falë se po të zëjë ty si shembull. Zoti pa shprenga para 5 vjetë që ka apliku në aluizëm për legalizim prone. Si rregull, ti mund të shkosh ta mosh të SHK-ja që s'kam pronë nga Albania. Ama te aluizës mund ta mosh se s'ke apliku një herë për pronë dhe del duhet të kesh me pronë, a kupton, por se s'ke të certifikuar. Shumë persona nuk kanë mujt me marrë dokumente në skualifikuar dhe për këtë arsye. Nga që konstatoj nga banorët që unë jam me status pastaj dhe ma ka nxjerrë dhe midis qytetit fletën që jam me status pastaj ka vjetë mos më ka bërë kush ftesë për këtë punë ke bashkia kena bollë edhe kishte qenë mirë që këto të ishin njoftuar si familje. Kemi bollë ke faqe zyrtare, është bollë nëpërmjet televizioneve që e ka dhënë vetë, do të thënë vendimi i qeverisë se votat që janë shpërndar. Pjesë kemi bollë privatisht të njerëzve që kemi njohur do të thënë pjesën teknike. Në shkollë publike, do thënë. Kam 24 vjetë dhe 6 muaj që kam punu në administratë, nga të 35 vjetë titular institucionesh. Me dashjes pa dashjes shumë kujtu, unë ky kam qenë, a kupton. Dhe ky materiali për mua do të ishte pak më i kompletuar dhe çdo material vjen kualifikuar më shiu e burr. Cilat janë kriteret që të plotësojë qytetari? Cilat janë kriteret që plotësojnë këto qytetarë që kanë përfituar, që të jemi transparent me ato që kanë fituar, a kupton? Dhe me ato që nuk kanë fituar. Që jemi transparent, këto kanë besuar, këto kritere 1 2 3 4 5 kanë fituar. Të tjerë nuk kanë besuar, këtë kriter nuk përfiton, këtë kriter nuk përfiton. Specifike për secilin, që të jemi transparent, a kupton? Nuk e kam bërë për arsye se kanë drejt ankimimi brenda 5 ditëve çdo qytetar që nuk është në këtë listë. Kam pru vetëm përfituesit, listën e përfituesve. Nëse pa shpenga nuk është përfitues ka drejt, do të thënë brenda 50 vjet bën ankimimin me shkrim të zyra ime në protokoll dhe unë jam i detyruar t'ia kthe përgjigjen për çfarë arsye ai është skualifikuar. Do të thënë qytetari merr përgjigje pse nuk është kualifikuar. Nuk është se është skualifikuar përfundimisht dhe nuk mua nëse do i bisha për skualifikim përfundimtar çdo person që nga ato 30 familje ke shumë drejt që do të parashikë ato dokumente, por ka drejt ankimimi do të brenda 5 ditëve që ai tankohet se për çfarë arsye un jam skualifikuar dhe jam detyruar t'ia kthem me përgjigje me shkrim atij dhe kujt do në mënyrë zyrtare për arsyet e skualifikimit. Kurse për sa i përket miratimit kritereve kena miratuar po këtu në shirë miratimin kriteret të kush është do të thënë për përfitimin e këtyre të dhe një kërkesë shumë miqësore kam, a? Këshilltarëve nuk është bjen me i thanë kush nga administrata që hajde shqipe ke zyra materialin se mund nuk më duket normale asnjë të fillu nga kryetaria që nuk ashtu po i thamë nën kryetarit tash nën kryetarit e po gjithë tjerëve nuk është mirë ne jemi këshilltar ne jemi këshillues edhe nuk është mirë me më thanë hajde shqipe po deshe ke zyra apo se nuk më duket etike me afan qytetarit nuk më duket etike. Pra unë përdesa kam një handicap në trunin tim, nuk e njoft, tu, po misërove ti, cila kanë qenë kriteret, me shkrim, kush i ka përfitu këto kritere, dhe kush i një rreth për një person, e u jam këtë dishat që vendimi ka qenë transparent. I ke miratu ti kriteret në ndërë dhe të më pashme, se kush janë ato. Se ta thash atë ke zyra, ta thash se ti e di shumë mirë kur ke qenë drejtor nuk ka munguar se herë bashkëpunimin për asnjë lloj gjaje. Ose ta thash, ose bëj edhe me shkrim që sa ashtu keni ankesë dhe mu ta kthejmë përgjigje me shkrim. Tjetër, ka pyetje tjetër, e edhim votim. Kush është pra? Kundër? Miratohet. Tek të ndryshmet kemi informacionin e kërkuar nga Laurin Sana dhe Anton Kolziu në lidhje me veprimtarinë financiare.
nën kryetar ti mos na ik. Pastaj është Aida dhe në fund Diogjeni. Ike? Faleminderit zonja kryetare. Atëherë unë kam dhe një shqetësim mbi pjesës kërkesave. Unë jam këtu si këshilltar edhe mendoj se zërim do të gjohet edhe pa kërkesa me shkrim, siç më është bërë si formë debati që duhet më bë kërkesa me shkrim për më marrë informacione. Atëherë, mbas të asaj, respektova, kam bë 3 kërkesa me shkrim për këtë muaj dhe mu nuk më është kthyes një kthim përgjigje, domethënë. Edhe çam mbetet mu tash mbetet përsëri që në kryetarët ose kush do qoftë këtu, t'ja bëj prapë pyetjet me gojë. Pyetje e parë është pse nuk më është kthy përgjigje. Atëherë pyetjet, kërkesat me shkrim i kam këtu të protokollume, domethënë lidhur me investimet e tërmetit 2019, që është nga çështjet më kryesore, problematike. Sepse tërmeti ka shumë brenda sa që duhet një muaj me t'i shpjegu, me marrë letrat sa është arkivi këto. Nuk keni një statistikë? Po statistikë ka, po konkretisht për çfarë do të them? Ora e du të përgjithshme. Tjetra lidhet. Kërkesa tjetër është për buxhetin e vitit 2025. Sepse po afrona për miratu buxhetin e vitit 2026. Me rakun se si janë bërë investimet dhe si është zhvilluar e gjitha, statistika domethënë, ose kur është përfundimi kur do ketë një statistikë për vitin 2025 të buxhetit 2025. Po realizimin e investimit jepi një datë se kur do të tashu të mbledhja ardhshme me realizim investime, shpenzim. Qysh sot? Kam informacion përgjithshëm i kanë bazë kërkesë. Po shumë mirë. Ja sot, Unë kam një kërkesë nga ana juaj me datë 17/10. Edhe do të përgjigjem sipas pyetjeve që është. Në rregull. Relatuar ti. Atëherë, ti më thua, buxheti i miratuar për vitin 2025 i ndarë sipas zërave kryesore të ardhura, shpenzime, fonde të tjera. Në lidhje me këtë kërkesë për diskutimin e buxhetit miratuar për vitin 2025 dhe corinë e zbatimit të tij, buxheti 2025 është miratuar me vendim Këshillit Bashkiak numër 63, datë 23/12/2024 për miratimin e buxhetit 2025 dhe programit buxhetor afatmese 25-27. I ndryshua me vendimin e Këshillit Bashkiak po me datë 05 me datë 5/3/2025, sepse ne sollëm këtu për ndryshim buxhetit parë për efekt ndryshimit të ardhurave të trashëguara. Këtë buxhet e keni miratuar vetë me vendim Këshilli, unë po bëj një panoramë përgjithshme në bazë për burimet dhe për shpenzimet. Sipas buxhetit të ardhurat i kemi të ndara, në të ardhura nga taksat e tatimet e veta 177.501.000 lekë, të ardhur trashëguara të vitit 2024 191.114.745 lekë, transfertën e pakushtëzuar të 2025-s 382.022.882 lekë dhe transfertën specifike sektoriale për 2025-ën 242.437.454 lekë. Në total, burimet tona janë 995.096.081 lekë. Ky buxhet i detajuar sipas zërave të shpenzimeve, bazuar referuar gjithmonë buxhetit miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak, është i ndarë për paga dhe sigurime shoqërore të miratuar në strukturën organike të 2025-s 498.548.767 lekë, sigurime shoqërore 83.153.918 lekë, shpenzimet përgjithshme 267.380.468 lekë, fondi rezervë 3.500.000 lekë, fondi emergjencës 8.500.000 lekë, investime projekte 9.725.000 lekë dhe investime punime 124.267.728 lekë, të balancuar me buxhetin e burimeve, pra totali i shpenzimeve të miratuar për vitin 2025 sipas këtij vendimit të Këshillit Bashkiak është 995.096.081 lekë.
Dhe besoj pyetja e parë është e zëruar pra miratimi i buxhetit për vitin 2025 i ndarë sipas zërave kryesor dhe shpenzimeve të tyre. Përsa i përket pyetjes së dytë, buxheti i zbatimit deri në momentin aktual për 2025, duke përfshirë thuati të shifrat e të ardhura të mbledhura realisht dhe shpenzimet e kryera. Përsa i përket këtij zëri, unë relatoj që të ardhur realizuar për 2025 deri në shtator, bëhet fjalë në shtator sepse deri në shtator është bërë akordimi me degën e thesarit, të ardhurat nga taksat e tatimet janë realizuar në masën 50% të planifikimit ose në vlerën 87.709.824 lekë. Të ardhurat të trashëguara, transferta pa kushtëzuar dhe transferta specifike janë në masën 100% sepse janë të deleguara nga qeveria qendrore. Dhe gjithsej për janar shtator 2025 kemi 905.304.905 lekë. Shpenzimet sipas zërave për muajin janar shtator dhe kjo referuar evidencave që ne relatojmë bashkë me degën e thesarit, janë në masën e realizimit paga sipas strukturave në masën 69%, ose 322.947.380 lekë. Sigurime shoqërore në masën 68%. Gjithmonë kjo referuar buxhetit vjetor, buxheti vjetor me buxhetin janar shtator, në masën 56.905.005 lekë. Shpenzimet përgjithshme 49%, në vlerën 132.351.231. Fondi rezervë në masën 86%, 3.021.000 lekë. Investime projekte janë realizuar në masën 100%, sepse janë kryer të dyja llojit e projekteve, edhe projekti që ishte miratuar për pallatin numër 84 dhe projektet e rrugëve që janë miratuar për vitin 2025. Dhe ndërsa investime punime janë në masën 62% ose në 77.525.111 lekë. Përsa i përket pyetjes së tretë, çdo akt normativ thuati dhe vendim Këshillit Bashkiak për ndryshimin e buxhetit miratuar gjatë këtij viti. Çdo lëvizje financiare, ndryshim ose rishpërndarje fondësh është miratuar nga ju me akt normativ në përputhje me vendimet përkatëse. Për vitin 2025 janë bërë vetëm 2 ndryshime në buxhetin bashkiak, të cilat i kemi paraqitur para jush dhe janë miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak 21 me datë 18/7/2025 për një ndryshim në VKB 63 për shtesën e zërit shpenzimet programit 110 aktivitet me rastin e 10 gustit festa Laçit. Dhe vendimi numër 24 me 18/7/2025 po për një ndryshim të vendimit Këshillit Bashkiak për buxhetin, për një ndryshim destinacion fondesh nga programi 110 në programin 4260 për planin e mashtrimit pyjeve kullotave, dhe këto dy vendime janë kaluar nëpërmjet jush dhe janë miratuar nëpërmjet jush në këto data të caktuara. Jam mbledhje Këshilli. Përsa ta mbaroj një çik këtu relatimin on, pastaj përsa i përket informacionit mbi projekt buxhetin dhe planifikimin e shpenzimit për sektor të ndryshëm, procesi i hartimit projekt buxhetit afatmesëm 2026-28 ka kaluar 2 faza nëpërmjet Këshillit Bashkiak. Fazën e parë kemi kaluar me vendimin e Këshillit Bashkiak 23/18/2025 dhe është miratuar dokumenti i parë i programit buxhetor afatmesëm. Dhe faza e dytë me vendimin e Këshillit Bashkiak numër 31 me 30/8/45 dhe është miratuar dokumenti i dytë i buxhetit afatmesëm. Ndërsa përsa i përket fazës së tretë, që është dhe faza finale për miratimin e buxhetit 2026 dhe buxhetit afatmesëm 2026-28, jemi në fazën e shfrytëtimit të dhënave, të mbledhjes informacionit, mbledhjes kërkesave dhe në bazë të përcaktimeve ligjore, edhe kjo fazë do të kalojë prapë nëpërmjet dëgjesave publike dhe nëpërmjet miratimit në Këshillin Bashkiak. Çdo raport thuati periodik financiar që Bashkia ka përgatitur për 2025. Në sektori financës ndjek me kujdes përdorimin e buxhetit, përdorimin e fondeve publike, duke siguruar transparent dhe respektim të plot kuadrit ligjor. Drejtoria e Financës përgatit çdo muaj raporte periodike mbi shpenzimet të ardhur realizuara dhe i konfirmon këto nëpërmjet degës së sarit. Përgatit raportet e monitorimit të ardhurave të shpenzimeve, si dhe detyrimeve financiare mbi vlerësitë financiare çdo 4 mujor dhe këto i dërgon në Ministrinë e Financave dhe përkohësisht për 2025 ne kemi përgatitur 2 raporte për janar-prillin dhe për maj-gushtin. Raportet e monitorimit dhe janë dërguar me shkresat numër 392/26/2025 dhe raportin e monitorimit maj-gusht dërguar me shkresën numër 4467 datë 29/9/2025. Ndërsa përsa i përket vështirësive financiare dhe kujdimit të detyrimeve të pambetura, dhe këto ne përgatisim raporte 4 mujore dhe për 2025 janë përgatitur 2 raporte, njëra me 26/5/2025 dhe tjetra me 30/9/2025. Përsa i përket këtij materiali,
Unë e kam këtu bashklidhur të gjithë materialin si që jam relatuar informacionit të përgjithshëm dhe unë mund të vënë dispozicion kur të doni ju. Kjo kërkesë më ka ardhur nga ana juaj. Dhe besoj jam e qartë. Ndërsa për sa i përket një kërkese të një grupi të këshilltarëve që kërkojnë informacion mbi buxhetin e Këshillit Bashkiak për shpenzimet që janë bërë për Këshillin dhe për aktivitetet që përkasin Këshillit Bashkiak, unë kam përgatitur një informacion dhe u informoj se në lidhje me kërkesën e këtij grupi këshilltarësh, në buxhetin e Bashkisë 2025 është parashikuar dhe buxhetuar buxheti i Këshillit Bashkiak dhe konkretisht pagesa për për sekretarin e Këshillit sipas pagës së miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak. Pagesa e këshilltarëve në vlerën 9.672.000 lekë, sa 10% e pagës titullarit. Pagesa për kryetarët të fshatrave me vlerën 4.260.000 lekë dhe shpenzime për aktivitete dhe trajnime këshilltarësh në vlerën 700.000 lekë. Deri në këtë moment është bërë pagesë rregullt e këshilltarëve dhe e sekretarit të Këshillit, ndërsa për sa i përket aktiviteteve në Bashkinë Kurbin nuk është bërë akoma asnjë lloj transaksioni për këtë shumë shpenzimesh parashikuar në buxhetin e 2025-s. Faleminderit Raka. Eleza Kujtare? Po. Ne kemi kërku shpenzimet edhe të vitit 2024 dhe 2025-s, sepse Këshilli Bashkiak ka një fond shpenzimesh, blerje, shitje apo çka keni ju këtu. Unë du të di fondin për pajisjen e Sarës me mikrofona. Sa është fondi që janë shpenzu për pajisjen e Sarës me mikrofona? Jo, mi e përgjigjen të japë tjetër pastaj. Ora, për ti rrisë ti e vetëm me maj letët, mos e përzin këshill. Ti me maj letët nuk ke punë me këshillin. S'ke kurumin. Mylle, po mylle me. Jo, përgjigja do të kthehet. Përgjigja do të kthehet mbledhjen që të vit. Aida. Trajnimet e këshilltarëve. Faleminderit, nuk do të zgjatem. Fondacioni apo bën me shpenzimet e këshillit. Unë të thash, për deri në këtë moment, unë nuk kam bërë asnjë lloj transaksioni për sa i përket 700.000 lekëve që janë parashikuar për këshilltarë për aktivitete dhe trajnime. 10 milion lekë që janë akordu për pajisjen e sallës Këshillit me mikrofona, janë shpenzu? Këtë përgjigje të thash dhe unë ta përgatis sepse unë nuk jam kompjuter që të shtyp kompjuterin dhe të kthej përgjigje. Kjo nuk ishte në pyetjet tuaj. Për sa i përket pyetjeve tuaja, ma thot meja që unë e kam për pasurimin të saktë. Ku është buxheti i Këshillit? Ku është shpenzuar? Nëse është, sepse në 2024 buxheti për blerjen e këtyre ka qenë në buxhetin e bashkisë. Dhe ju na i keni hequr nga buxheti i Këshillit. Në një blerje. S'është e vërtetë që ka slequr nga buxheti i Këshillit. Nuk është e vërtetë që është hequr nga mbledhjet i kam këtu. Nuk është e vërtetë që është hequr nga fondi i Këshillit. Fondi i Këshillit, paktën me sa kaloi unë, fondi i Këshillit 10 vjet ka qenë 700.000 lekë, ju nuk e keni përdorur. Dhe ai fond është rifutur në buxhetin e 2025-s. A mundem kryetare, faleminderit. Ndërsa kryetare vetëm një sqarim desha lidhur me atë kërkesën që keni depozituar te Ministria e Shëndetësisë për hapjen e 2 qendrave shëndetësore, atë të Fushmilotit edhe Sanxhakut. A keni në një përgjigje se kur do të... Time është bërë kërkesë Ministrisë së Shëndetësisë për pajisjen me mjetet nevojshme dhe për presin vetëm pajisjen me aparaturat, sepse ne kemi bërë vetëm rekonstruksionin dhe aparaturat e sjell Ministria, sepse janë detyra e saj. Kështu që na kanë thënë për po, vetëm presin sjellin pajisjet. Faleminderit. Diogjani, do me diskutu? Po ta diskutojmë, po që falojmë o Diogjani. Ma mirë si letra. Një sekund. Këna po një kërkesë dhe nuk moras një përgjigje për fondet e Këshillit se ku kanë shku. Po. Për cilat fonde, po thu, për këtë që ndajmë për Këshillin 700.000 lekëshin? Po 700.000 lekë që nuk është shpenzu, pra. Po themi nuk është shpenzu, as vjetë së shpenzu, as e mjetë. Akoma, jo.
Po është detyra juaj si këshill për të bërë propozime, për s'm fal se po ta them kështu. A ju do të bëni projektin ku do i shpenzoni? Do sillni faturën këtu, procedurën kryetare këshillit me sekretarin, ato dytë për procedurën, pjesën tjetër bashkërisht. Me kësaj, sa ka shku fatura? Buxheti është 700.000 lekë treja, 7 milion vjetra, buxheti. 700.000 lekë tjetra një mikrofon? Është lënë për gjithë vitin. Ju s'keni sjell faturë as vjet, as si vjet, as ashtu. Është shumë mirë. Po këto lekë nuk mund shpenzohen sipas shefit. Këto bëhen për një trajnim, për një shkëmbim eksperiencë, për një plan për rritjen e kapaciteteve. O zoti sa shpenzu për blerjen e mikrofonave në sallën e këshillit? Do ta japi shefi financës. Po nuk i ke Jo. S'ka problem. Radhës tjetër, mbledhjen e radhës do ta sqarojmë për. Faleminderit zëna kryetare. Në fakt edhe pse kemi ngel shumë pak, unë do doja diskutoja për një politikë ekonomike që besoj do ishte shumë e vlefshme në rastin e bashkisë tonë, duke marrë parasysh situatën ekonomike, po dhe demografike, sociale etj. Unë mendoj që mund të ndajmë një zë në buxhet dhe kjo mbetet për të rakorduar pastaj me financën e bashkisë sa mund të jetë kjo shifër për të bërë subvencionimin e gjysmës së një rroge për bizneset që punsojnë të rinj. Pra, nëse një biznes punson të rinj nga 18 deri në 30 apo 35 vjeç, kjo është detaj që ne mund ta ndajmë gjatë hartimit të projektvendimit më vonë, gjysma e rrogës së këtij individi që punsohet të paguhet nga bashkia. Çfarë përfitojmë në këtë mënyrë? E para jep një hapësirë biznesit, duke qenë se do ketë një punonjës me staf. Përfitimet janë pafund normal. A keni bënë një preventiv sa shkon për shembull si shpenzim? Për atë duhet të raportohemi me bashkinë. Unë mendoj që edhe sikur me një 3 milion lekë të reja besoj se mund të arrihet që për 10 biznese të subvencionohet gjysma rrogës për një periudhë 6 mujore. Bashkia hap vende të reja pune që i paguan me gjysmën e kostos. Një farsej preventivi duhet mendoj, sepse është kemi ta bëjmë formë bisedimi, që është ndoshta edhe më mirë kështu. Si ide është shumë e mirë patjetër, që nuk është ide e keqe, edhe por nuk është një ide e re, nuk është një inovacion. Arsye, Pashku ka eksperiencë pak më shumë sepse te zyra punës ka fonde çdo vit që vinë për nxitjen e punësimit. Dhe target group, besoj, mund na shpjegoj më mirë target groupit ose fashat të cilat shumë biznese aplikojnë dhe përfitojnë. Pashku ka më shumë. Ka përshtypjen që një detajim. Politika që është ke zyra punës është shkallë kombëtare dhe është përveç kësaj, po jo, përveç kësaj janë disa hallka. Po një që mora është I sekund, ta diskutojmë, me qenë se e kemi si, t'ja japim dhe disa opsione. Përveç kësaj, janë disa politika shtetërore që janë propozuar nga kryeministri, edhe nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale, janë start-upet dhe subvencionimet e gjitha këtyre që kanë dëshirë për të hapur një biznes të ri. Aty, domethënë që mos bën ndonjë cilësoj dhe mosha, cilësoj dhe mosha, cilësoj dhe pjesëqarje student, pra subvencionimin e bursë, dhe gjitha këto detaje janë të parashikuar në ligj, që të vim të pjesa jonë, që të jemi sinqert, kam qenë për sa kohë njohës së financave dhe drejtor, edhe Rakja është specialist shumë mirë, do të shikojmë hapësirat ligjore që na lejojnë ne që t'i kanalizojmë fondet aty. Pra të jemi sinqert dhe të jemi në zbatim të ligjit, mos bëm pa dashje në deviacion. Hapësira ligjore është në 28 i ligjit 189/2015, që do ta shikojmë atë ligj, do ta diskutojmë funksionet e bashkisë në fushën e zhvillimit ekonomik vendor, dhënien e granteve financiare, zgjidhja e ekonomisë dhe mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël dhe të mesëm. Pra është pasi janë zauru gjitha këto që u diskutova. Cilat gjë? Sepse po janë këto pika që do t'i thash. Pra bizneset mund të aplikojnë për subvencionim pranë zyrës punës. Ka grant çdo vit. Mund të aplikojnë pranë startupeve, pranë Ministrisë Punës dhe Çështjeve Sociale. Pra ajo është garë kombëtare, ku shkalla e përqindja e fitores për aplikuesin është kombëtare, sepse ne shanset për të fituar nga Kurbini janë 61 bashki të tjera. Por ti jam dakord që ti trajnojmë edhe ti nxisim edhe ti ftojmë. Jam dëshish më sy, si nisëm është nisëm më mirë. Le ta marrim,
por që mos ta fokusojmë pra t'ja japim pasqyrën e plot, që kemi disa opsione ku mund ta aplikojnë ata. Patjetër dhe bashkia mund të një rol. Ne bëjmë pjesën tonë, se çfarë bën politika kombëtare është gjë tjetër. Ne nuk jam kundra, vetëm më atë shohim hapësirën ligjore që na lejon ne për. Por që duhet tani është mes, jo. Jo, është shumë mirë kjo si ide, po mendoj se duhet pak ma e mirë mendume, ka shumë punë. Ajo ka shumë punë derisa të vinë në këshill, këtë mendoj unë. Dakord pra, por që ta sjellim këshill, do. Gjithsesi faleminderit shumë mirë, sa më shumë ide, faleminderit.